Edi Rama ngjan me Gjergj Kastriotin më tepër se ç'kujtoni ju. Por prit. Para se të më shani, dua them se pse. Fitoria më e madhe e Gjergj Kastriotit nuk ka qenë asnjë nga ato betejat që ai fitoi kundër Osmanëve, por fitoria më e madhe ka qenë sepse për herë të parë në histori ai arriti të bashkojë shqiptarët. Të njëjtën gjë e ka bërë dhe Edi Rama sot. Edhe pse pa dashje. Megjithse këta burra të dy arritën diçka që në dukje është e pamundur, ka pak ndryshime të vogla midis tyre. I pari ka hyrë në histori duke u cilësuar si hero, ndërsa i dyti po hyrë në histori duke u cilësuar si tradhtar. I pari i bashkoi shqiptarët që ai të ishte prisi i tyre, ndërsa i dyti i ka bashkuar shqiptarët që ata ta rrëzojnë atë nga froni. Imagjinar. Në fakt, të dy këta i kanë bashkuar shqiptarët për të mbrojtur tokat e tyre, vetëm se i pari donte që t'i mbronte këtë toka edhe vet, ndërsa i dyti donte t'i shiste. I pari i bashkoi shqiptarët për të luftuar kundër armikut të jashtëm, ndërsa i dyti i bashkoi shqiptarët për të luftuar kundër armikut të brendshëm. I pari i bashkoi shqiptarët në ndjenja të forta si adedashuria, besa, vëllazëria, ndërsa i dyti i bashkoi shqiptarët në ndjenja të forta si përçarja, urrejtja, tradhtia. Dhe siç thon të vjetrit, çdo e keqe e ka një të mirë, kështu që sado të keq mund ta cilësoj me Edi Ramën, të paktën ka arritur të bëj atë gjë që vetëm Gjergj Kastrioti ja doli, që të bashkojë shqiptarët në një mendje, vetëm se këtë herë u bashkuan kundër Edi Ramës.